si prokuror pranë prokurisë së posaçme, e ndjeva privilegjin dhe përgjegjësinë që të aplikoja në këtë pozicion vakant, për shkak se vlerësoj se nga ana formale i plotësoj të gjitha kriteret që ka përcaktuar rregullorja e Këshillit Lart Prokurorisë për ngritjen në detyrë, me besimin se kam aftësitë e duhura profesionale dhe menaxheriale për drejtuar një ndër institucionet më të rëndësishme të reformës drejtësi. Jam 50 vjeç, kam përfunduar studimet pranë Fakultetit Drejtësisë Universitetit Tiranës në vitin 97. Pas përfundimit studimeve jam emëruar fillimisht si oficer i policisë gjyqësore në Tepelen dhe në vitin 99 deri në vitin 2004 kam ushtruar funksionet e zëvendës drejtuesi dhe drejtuesi të prokurisë së rrethit gjyqësor Gjirokastër. Në vitin 2004, me krijimin e ish prokurisë për krime të rënda, kam qenë në grupin e parë të prokurorëve që u bashkua asaj prokurorie. Kam qenë prokuror tek seksioni i hetimit të aseteve dhe për 8 muaj kam qenë dhe drejtues e asaj prokurorie. Në vitin 2012-2013 kam qenë drejtues i prokurisë së rrethit gjyqësor Lezhë, komanduar. Nga viti 2013 deri në vitin 2021 kam qenë prokuror në Prokurorinë e Përgjithshme dhe kam mbajtur pozicionet e drejtorit të drejtorisë së kontrollit të hetimit dhe ushtrimit ndjekjes penale, drejtorit të drejtorisë gjyqësore dhe ekzekutimit vendime penale. Për një periudhë caktuar kam qenë drejtor i drejtorisë marrëdhënie jurisdiksionale me jashtë dhe sektorit dekriminalizimit, si dhe drejtor i drejtorisë inspektimit, studimeve dhe projekteve. Në korrik të vitit 2021 emërojmë prokuror pranë prokurisë së posaçme dhe për 3 vite mbaj dhe pozicionin e drejtuesit seksionit kundër krimit organizuar dhe terrorizmit.